Dhe nga aq do doja të shkonim te gabimet e domosdoshme. Cili gabim ju shtyu të shkruani pikërisht këtë libër? Janë ato gjërat cilët ti mendon se ti bësh apo mos ti bësh, po janë domosdoshme për të bërë dhe kur janë gabim. Për shembull, mund mendojnë njerëzit që kanë rënë dashuri gabim, po në fakt mendojnë kot gabim. Kanë rënë atëherë kur duhet dhe me atë që duhet, domethënë dhe pse mendojnë gabim. Gabim zemra është e mençur, mendja pastaj na manipulon. Fillon ta justifikojë që jo, si ishte e dur, s'kemi bërë që në dur. Zemra u ka vendosur, ka qenë e qartë. Prandaj dhe unë, për shembull, shpesh herë kur uroj miqtë mi, i them pash një zemër të mençur, nuk i them pash një mendje. Pa mund të jetë mençur zemra. Vetëm zemra mund të jetë mençur. Se gjithmonë njerëzit zakonisht e përshkruajnë të kundërtën, mendo me logjik, vepro me logjik, mos vepro me zemër, se nisemi nga impulset. Logjika fillon të dyshon. Zemra nuk dyshon, zemra dën. Zemra na çon drejt dashurisë. Dhe shko edhe nga koncepti i librave fetar. Domethënë nëse na smuren mendimet, na smuret zemra. Na smur zemra përpara, na smuret gjua, pse na smuren mendimet. Ishte shumë e bukur kjo. Ishte realisht shumë e bukur. Edhe unë prandaj nuk po flas. Unë besoj këtë gjë. Prandaj dhe urimi im për ata që dua fort është pash një zemër të mençur. Se mendja vjen nga leximet, mund vi nga dëgjimet, mund vi nga recitimet. Zemra është e jona. Dhe nëse kemi ndier ne, nuk e kemi lexuar diku për të ndier. Kështu që prandaj duam një zemër të mençur për të besuar. Besimi më gjallë botën, nuk e ma dyshimi. Mendja është tradtare, mund na çojë këtë dyshimet. Zemra jo. Zemra thot vazhdo, këmbgul, ec përpara, duaje, bëj gjithçka për atë që do. Mendja thot, po sikur mos jetë kështu, po sikur ta bëj një gjë krejt ndryshe, më thënë dhe. Kështu që titulli gabimet domosdoshme lidhet pikërisht me këtë gjë. Do të thonë që do ta bëj 1 milion herë, edhe sikur të jetë gabim, sepse ai duhet, sepse na bën në njëri. Ta bëjmë pak më personale këtë pyetjen me gabimet. Cili është gabimi që mund themi ju keni bërë dhe do ta bënit 100 herë të tjera? Çka, kur them gabimet domosdoshme, do të thotë që duhen, që shijojnë, që kthehen në kujtime, po themi. 100 herë të më kthesh 22 vjeç kur kam njohur ti me shoqe, 22 herë do ta bëja prapë të njëjtën gjë. Duhet ta gjej patjetër këtë intervistë. Kam përshtypjen edhe pse dëgjoj e di. Nuk pret intervistat e mia për ta shumë. Kemi përmendur deri më tani ag dhe gabimet të domosdoshme, në fakt, por unë do doja të ndalesh pak edhe këto dy vepra si më të hershme. Tani këto kanë një diferencë gati 10 vjet në njëra tjetrën, mos gaboj. Thjesht do doja të ndalesh shkurtimisht te kritika. Si u pritën këto dy vepra? A pati mos kuptim apo keq kuptim, nuk e di. Gjithmonë ka. Kam përshtypjen se mungesa e kritikës ndoshta për këtë libër më çoi mua më bëri kritik pastaj edhe unë sot më shumë njerëz si kritik arti, si kritik i letësisë. Nuk e kisha menduar ndonjëherë, me thënë drejtën, por unë kam patur një gjë që kur isha i vogël kisha shumë qejf të mbaja shënim për gjërat që më pëlqenin, për librat, edhe për gjërat që s'm pëlqenin, edhe për librat që s'm pëlqenin mbaja shënim. Po sidomos për librat që më pëlqenin. Nëse do të themi gjë që kur isha i vogël kisha një zakon, nuk e di e kam hequr apo jo, që kisha frikë ta mbyllja librin se mendoja që nuk do vazhdonte ashtu siç e kisha lënë. Edhe kjo e friksionte shumë mamën time, e cila që kur më shihte mua që merra një libër thoshte, "Iku ky u zhduk", domethënë, "Hajde ta gjejmë se ky pa mbaruar librin nuk vjen në shtëpi." Pra, ju kishit frikë nga të humburit e ndjesisë që përjetonit në atë moment. Jo, kisha bindje që po ta mbyllja libri nuk do vazhdonte ashtu siç kisha lënë. Më vonë kuptova që nuk kisha unë të nesme në një gjendje siç po e lexoja ose pas 2 ditësh ose pas 3 ditësh, edhe vazhdoj akoma për shkakun që e kam shumë vështirë që po të marr një libër ta ndërpres. Unë do ta lexoj, për shkakun, do të them Roberto Bolaño është 1200 faqe. Unë e kam lexuar brenda 5 ditësh, Gjim se tani më kujtove me sa të njoh, mbaj mend që dikur më ke thënë që ti lexon shumë libra brenda një kohe të shkurtër. Lexoj shpejt. Lexon shumë shpejt. Lexoj edhe se simultane, kështu libra të ndryshëm. Po, a shijon libre kur lexohet në atë formë se unë për shembull jam një lexuese ngadalë, të marr me qetësi, dua t'i kthehem ndonjëherë ndonjë fjali, ta rilexoj kur mbetet aty. Lexoj shpejt për një arsye të thjeshtë, që ta dini, është një hile. Po ta le, unë do e mbaroj librin vet me kokë dhe pastaj nuk e lexoj më. Dua që ta mbaroj autorin, se pastaj unë e filloj edhe e mendoj vet fundin, dhe pastaj mund të bëhem indiferent. Sa libra lexon brenda javës? Varet, shumë ka momente që thash po e mora librin e mbaroj. Sa do të jetë voluminoz, po them.
s'ka rëndësi për mua, domethënë kam lexuar libra për shembull Murakami që me Kënga e Zogut Kulisës që është 700 faqe, unë kam përshtypjen se kam lexuar për 2 ditë. Wow. Po ku te Murakami ta lesh? Po Dostojevski për shembull, Lez Karamazov, ku ti janë kombaron para me dytën, po ku do të ngjitesh aty sepse e jeton atë. Unë ose të paktën fatmirësisht vazhdoj ti përjetoj gjërat dhe unë hyj në botën e librit dhe e kanë vështirë, domethënë dikur ankohej mamaja ime se s'mgjente, po sot mund takoha ti me shoqë që s'm ka aty, domethënë me këtë gjë, por jemi pajtuar me këtë do gjë se fatmirësisht ajo ka mbaruar gjylet e si dhe debaton me libra me mua, kështu që jemi në rregull.